deputet kuvendit të 120 deputetët e legjislaturës së 9 të kuvendit të Kosovës janë mbetuar sot. Kjo u arrit në tentimin e tretë për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Betimi i deputetëve i hapi rrugë pastaj votimit të kryeparlamentarit të kuvendit të Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje si parti fituese në zgjedhjet të 9 shkurtit propozoi deputetën Albulena Haxhiu për pozitën e të parës së kuvendit. Në votimin e zhvilluar gjatë seancës konstituive të kuvendit, Haxhiu mori 57 vota për, 19 kundër dhe 3 abstenime, që nuk i siguroi asaj shumicën e nevojshme për të marrë drejtimin e institucionit. Pastaj nën kryetari i lëvizjes Vetëvendosje dhe ish kryetari i kuvendit Glau Konjufca edhe një herë përsëriti nominimin në emër të partisë fituese, duke bërë thirrje për mbështetje nga deputetët. Propozimi i lëvizjes Vetëvendosje që deputetja Albulena Haxhiu të merrte postin e të parës në kuvendin e Kosovës nuk mori pëlqimin e shumicës. Pas 2 tentimeve për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Kosovës, kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari vendosi që seanca të shtyhet pas 48 orësh, saktësisht të hënën në orën 15.